Kalaja Rozafa në Shkodër u kthye në një hapësirë arti dhe ndërgjegjësimi mjedisor përmes ekspozitës së dy artistëve, Kaltrina Hoti dhe Teuta Lagja. Përmes tablove artistike dhe materialeve të riciklueshme të transformuara në vepra arti, artistët përcollën një mesazh të fortë për ruajtjen e mjedisit, mbrojtjen e peizazhit natyror dhe rëndësinë e përfshirjes së komunitetit në nisma të tilla ndërgjegjësuese. Ekspozita u organizua në kuadër të aktivitetit Netët e Kështjellave, ku fortesat, kalat, muzeet dhe sitet të tjera historike në mbar Europën hapën dyert për vizitorët përmes programeve kulturore dhe edukative. Kalaja Shkodrës këtë vit po rezulton siti më i vizituar në vendin tonë, duke lënë pas edhe monumentet të tjera, kështjella që për nga rëndësia apo dhe nga promovimi e kanë patur pak a shumë të pritshme. Vetëm për muajin prill, numri i vizitorëve në Kalajën e Shkodrës ka kaluar shifrën e 17.000, duke na bërë optimist që ky trend rritës të vazhdojë edhe gjatë sezonit turistik që sapo ka nisur faktikisht dhe do vazhdojë deri në 31 tetor. Ne këtë vit kemi si risi edhe zgjatjen e orarit të vizitueshmërisë së Kalas deri në orën 20. Në ambientet historike të Kalas Rozafa, arti dhe mesazhi ekologjik u ndërthurën në mënyrë simbolike, duke tërhequr vëmendjen e vizitorëve dhe dashamirësve të kulturës. Unë personalisht vi me 2 cikle, vi me ciklin e drurit, punimeve që janë dru, normalisht druri është një prej mjeteve më natyrore, po ashtu dhe me pikturat cilat përmbajnë elementet të riciklimit edhe të natyrës go green, më dhanë ato mesazhet pozitive, mbi mbrojtjen e mjedisit, mbi dashurimin e natyrës. Do të thotë memoria, emigrimi, bejetesa e njeriut, pikërisht mbasi janë punuar në Shkodër edhe janë thaste e Shkodrës, janë ndjenjat e mia të përjetuar, çka kam dëgjuar, çka më ka interesuar, e sidomos unë shumë i adhuroj Kalat. Aktivitetet synojnë të lidhin trashëgimin kulturore me praktikat e qëndrueshme dhe përgjegjësinë ndaj mjedisit, duke promovuar një qasje më të gjelbër dhe më të ndërgjegjshme për ruajtjen e pasurive kulturore e atyre natyrore.